Nga 1 qershori, mbi 1000 kompani të mëdha në Kosovë do të përballen me një ndryshim të madh. Ato nuk do furnizohen me energji elektrike nga sistemi me çmime të rregulluara, siç është Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike KESCO, por do të hyjnë në një treg të lirë dhe konkurrues. Kjo do të thotë se çdo kompani me mbi 50 të punësuar ose me qarkullim vjetor prej mbi 10 milion eurosh do të duhet të zgjedhë vetë furnizuesin e saj me energji. Kompanitë të tjera që nuk i përmbushnin këto kushte duhet ta dëshmonin këtë të KESCO deri më 16 maj. Çfarë është liberalizimi i tregut të energjisë? Liberalizimi i tregut të energjisë ka për qëllim rritjen e konkurrencës, përmirësimin e efikasitetit dhe sigurimin e më shumë zgjedhjeve për konsumatorët. Në Bashkimin Evropian, ky proces ka nisur që nga fundi viteve të 90-ta, por në Kosovë, edhe pse i parapar me leje në vitin 2017, ai është hyrë disa herë. Tashmë, zyra rregullatorit për energji ka vendosur që ky proces të nisë me biznese të mëdha. Cilat janë shqetësimet? Përfaqësuesit e kompanive të licencuara për furnizim me energji paralajmërojnë se çmimet për këto biznese mund të rriten deri në 30% në muajt e parë. Disa biznese, si prodhuesi lëngjeve Frutex në Suharek, thonë se kanë kërkuar oferta nga të gjitha kompanitë e licencuara, por ende nuk kanë marrë përgjigje konkrete. Për ta, kjo rritje çmimit mund të thotë 10.000 euro më shumë në faturat mujore. A janë furnizuesit gati? Në tregun e Kosovës janë të licencuara 18 kompani për furnizim me energji, por shumica prej tyre nuk kanë pasur klient deri tani. Sipas Odës Ekonomike të Kosovës, shumë prej tyre kanë ekzistuar vetëm në letër. Prandaj, Oda ka kërkuar që ky vendim të pezullohet për një vit. Ajo i është drejtuar avokatit të popullit, i cili tashmë është duke shqyrtuar kërkesën. Çfarë thot ZRE-ja? Zyra rregullatorit të energjisë siguron se kapacitetet ekzistuese janë të mjaftueshme për të furnizuar bizneset pas liberalizimit të tregut. Nga ZRE-ja thonë se po mbajnë takime të rregullta me furnizuesit për t'u ndihmuar në këtë tranzicion. Çfarë pritet të ndodhë? Në ditët në vijim, pritet që furnizuesit të publikojnë ofertat për kompanitë. A do të jetë tregu i lirë i energjisë një hap drejt modernizimit, apo do të sjellë kostot e papërballueshme për bizneset? Kjo mbetet të shihet pas 1 qershorit.